po ndërkohë unë do të kem dhe komunikim me kolegen Daniela Maloku për të kuptuar le temi edhe situatën, përveç pjesës votimit të zotit Berisha, të cilin e shohim tani në përpamje të drejtë për drejta që po hyn në ambientet e shkollës, i shoqëruar nga truprojat e tij, nga bashkëshortja gjithashtu, në mos gaboj edhe djali i tij e ndjek në këtë qendër votimi. Zoti Berisha, ndërkohë, vlen për të përmendur, është një votues i hershëm, pra gjatë gjithë viteve kemi parë që voton pikërisht në këtë qendër, në këtë shkollë, në shkollën Kosova, në kryeqytet. E shohim të shoqëruar nga bashkëshortja e tij, teksa ka hyrë në korridoret e shkollës për të gjetur qendrën përkatëse të votimit dhe për të hedhur fletën tashmë. Kuptohet edhe një farë kaosi i lehtë, sepse gazetarët janë të gjithë aty për të dokumentuar dhe për të përcjellë live pamjet e drejtë për drejta të kreut të opozitës, i cili po voton dhe shpreh ai vullnetin e tij për të shtuar votat tek ambicia për të larguar Edi Ramën nga pushteti dhe për të ardhur në pushtet si opozitë. Mirë, shohim ndërkohë zotin Berisha, i cili po voton, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij, duket të paktën nga pamjet që pam një fluks i ulët aty, situata e qetë, një situatë, nëse mund ta përshkruajmë kështu, normale, por më shumë detaje, nëse kam në lidhje të paktën me audio kolegen Daniela Maloku për të kuptuar diçka më shumë dhe për të mësuar diçka më tepër në lidhje me procesin aty, ndërkohë që shohim dhe zotin Berisha që po voton. Daniela, të përshëndes. Krahas pjesës së zotit Berisha, i cili po voton, është i shoqëruar nëpërmjet pamjeve nga djali i tij, nusja e djalit apo jo, edhe antar tjerë të familjes. Arlin, të përshëndes, ndodhem pikërisht aty ku mes disa që ndodhen qendra e votimit 28 fraksion 01, në të cilën vetëm në këto momente kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha po voton. Ai është i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Liria Berisha, ndërsa po ashtu e shoqëron edhe djali Shkëlzen Berisha dhe bashkëshortja e tij. Është një, po themi, mënyrë votimi që ndodh gjithmonë nga kreu i Partisë Demokratike zoti Berisha, shoqërohet gjithmonë në procese votimi nga bashkëshortja e tij, ndërsa do të hedhë në këto momente edhe voton e tij, një vot e cila zoti Berisha deklaron apo ka deklaruar në këto 30 ditë të fushatës së tij se do të jetë një vot e cila do të mundet Edi Ramën dhe do të rikthejë Partinë Demokratike pas 12 vitesh në pushtet, por megjithatë derisa po themi të mbetet për të parë se cili do të jetë rezultati, Berisha pritet që të ketë edhe një koment të tij për sa i përket procesit të votimit pasi të ketë votuar vet, pra do të bëjmë base një thirrje për qytetarët që t'i drejtohen kutive të votimit dhe të ketë një pjesëmarrje sa më gjerë brenda ditës së sotme. Do të mbetet për të parë në përfundim të procesit të votimit kur kreu i PD-t ketë edhe prononcimin e tij për mediat. Po? Mirë, po shohim ndërkohë, Daniela, pamjet e drejtë për drejta të zotit Berisha që po voton sapo ka vendosur shenjën e gishtit në pajisjen përkatëse. Me gjas do të ketë dhe një deklaratë apo jo, pasi të ketë votuar nga zgjedhjet në zgjedhje, këtë kemi parë, pra të gjithë, sidomos zoti Berisha, kreu i opozitës, ka bërë këtë gjë, pasi ka votuar, ka lëshuar dhe një mesazh.
Atëherë fillimisht në këto momente është edhe procedura që do duhet kryej zoti Berisha, njëjtë edhe qytetarët tjerë të cilët marrin pjesë në procesin e votimit për të identifikuar përmes pajisjes së biometrike, pra në cilën lexohet karta e identitetit dhe shenjat e gishtërinjve dhe më pas do të pajiset me fletën e votimit aty ku edhe do të jap, po themi, verdiktin e tij. Menjëherë pasi të kryej edhe këtë proces, po themi, do të ketë edhe prononcimin për mediat, që sikurse e theksova, zakonisht në respekt të heshtjes zgjedhore ka vetëm një mesazh të shkurtër për të votuar sa më shumë qytetarë, pra kryesisht liderët e partive politike në respekt edhe të heshtjes zgjedhore zgjedhin që të bëjnë vetëm këtë thirrje, pra që të ketë një pjesëmarrje sa më të gjerë, ndërsa pasi është identifikuar në mënyrë biometrike, pra pas identifikimit elektronik, tashmë është radha që të marrë fletën e tij të votimit dhe të jap votën. Me interes në fakt është edhe se krahas partisë cili do të jetë kandidati preferuar i zotit Berisha, sepse në këto zgjedhje nuk votohet vetëm partia, por votohen edhe kandidatët e listës së hapur, që Partia Demokratike ka disa emra interesant në fakt në listën e hapur, ku do të shohim pas rezultatit zgjedhor edhe se cilët do të jenë emrat e listës së hapur që do të rezultojnë më të votuarit, mes cilëve mbase edhe një prej emrave që mund të ketë zgjedhur edhe kreu i Partisë Demokratike zoti Berisha, që rikthehet Arlind për herë të parë pas 12 vitesh në një përballje të drejtë për drejtë me Edi Ramën në zgjedhje të përgjithshme, pra në zgjedhje që do të zgjedhin edhe qeverinë e re dhe do të zgjedhin se cili do të udhëheq vendin për 4 vite të ardhshme. Është një përballje e cila është shoqëruar në këtë fushatë elektorale jo me pak thirrje të zotit Berisha për të patur edhe mbase një debat publik mes tyre, debat që nuk ndodhi, por sot në ditën e votimit do të mbetet për të parë se cilët do të jenë mesazhe që do të japin edhe liderët kryesor, mes cilëve edhe vetë zoti Berisha. Mi shohim dhe këtë moment kur zoti Berisha hedh fletën e votimit në kuti, një moment kulminant, le të themi, nga procesi i votimit të zyrtarëve, të gjithë pozojnë përpara kamerave dhe gazetarëve për ta dokumentuar këtë çast, këtë moment. Shohim ndërkohë zonjën Berisha që shoqëron kreun e opozitës, të dy kanë përfunduar procesin. Shkëlzem Berisha, djali i tij, ishte pas shpinës së tyre, besoj do të jetë në radhë për të votuar pas tyre. Dhe ndërkohë, deri në një dalje të zotit Berisha, nëse do të ketë një mesazh, Daniela, një përshkrim shumë të shpejtë të situatës tek shkolla Kosova, ka shumë qendra votimi dhe sa i takon procesit, si ka qenë ai deri në këto momente, me sa ke evidentuar, me sa ke parti? Po në fakt, pikërisht në këtë zonë, po themi në këtë shkollë ku ka 4 qendra votimi deri më tani ka shkuar i qetë, paktën nuk janë shënuar apo nuk janë raportuar nga komisionerët raste të cilët mund të kenë shënuar, po themi, incidente. Votimi dhe pjesëmarrja ka patur pak më herët edhe radhë, duhet theksuar, ndërsa në këto momente do na duhet që të afrohemi për përgatitur, po themi, edhe për prononcimin e kreut të Partisë Demokratike zotit Sali Berisha, i cili ka hedhur tashmë në kutin e votimit edhe fletën e tij të votimit të plotësuar, ka hedhur verdiktin e tij, sikurse theksuam, ai është i shoqëruar nga bashkëshortja dhe djali i tij së bashku me nusen. Dhe në këto momente, për pak sekonda, edhe kreu i Partisë Demokratike do të bëj deklaratën e tij për media, ndërsa shfrytëzon momentin për të takuar edhe qytetarë të ndryshëm. Së pari, një thirrje zemre për çdo